Në prag të festës së Krishtlindjes dhe festës së ndërimit viteve, Kisha Ungjëllore Burrell, në bashkëpunim me MAT Televizion, të mërkurën e 17 dhjetorit të ndan dhurata për fëmijët të shkollës së Derianit dhe atë të fshatit Karic në bashkinë e Matit. Për të sjellë atmosferën e festave dhe për të gëzuar fëmijët të këtyre dy shkollave, ishin pranishëm vetë përfaqësues të Kishës Ungjëllore Burrell. Fillimisht u bë ndarja dhuratave për nxënësit e shkollës së mesme të bashkuar Ahmet Xhetani në Derian. Në emër të drejtorisë të shkollës së mesme të bashkuar Ahmet Xhetani, i falenderoj përzemërsisht pastorin e Kishës Ungjëllore MAT për vlerësimin që u bën fëmijëve të shkollës së Derianit, për dhuratat që sjell çdo vit për festën e Krishtlindjeve dhe të Vitit të Ri. Falenderit shumë nga zemra. Më pas ndarja dhuratave u bë edhe në shkollën 9 vjeçare të fshatit Karic në njësinë administrative bazë. Edhe këtu, fëmijët e arsimit fillor morën dhurata me rastin e festës së Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Teologja e Kishës Ungjëllore Burrell, Lindita Beqiri, tha se kjo traditë është e përvitshme dhe se qëllimi është për të lumturuar fëmijët e Matit. Jam shumë e lumtur që jam sot këtu me juve. Ju që jeni shumë të bukur, ashtu si na tha edhe Edisoni, që të shkojmë në një shkollë që janë fëmijë shumë të bukur. Ai më tha të zgjuar, dhe të zgjuar jeni, ëh? Edhe që jeni mirë me mësimet. Kështu që ne si Kishë Ungjëllore, ne jemi në Burrell, ne kemi ardhur sot për t'ju dhënë bakun e Krishtlindjes, si një dhuratë nga ai që ka ditëlindjen. Pra, Jezusi ka ditëlindjen, ai në vend që t'ia dërgonin ne, se zakonisht ai që ka ditëlindjen merr dhuratë, në fakt ai ka vendosur që ai për ditëlindjen e tij t'u japë dhurata fëmijëve. Kështu që ne vendosëm të ishim sot te shkolla juaj. Ka dhurata për gocat edhe për çunat. Faleminderit për dhuratat që na erdhët në shkollën tonë. Ndarja e dhuratave për Krishtlindjen dhe Vitin e Ri është kthyer në një traditë të përvitshme tashmë nga Kisha Ungjëllore Burrell dhe MAT Televizion, duke shpërndar pako me dhurata për fëmijët në shumë shkolla të bashkisë MAT.